Do më thonë, është temë kaj teknike. A lidhësh Shqipëria, a lidhësh Kroacia, si është rëthona, atër bëhet kalkulimi ekonomik. Ne nuk kemi dalë në atë fazë. Ne kemi një jo në gazit Amerikan. Kemi jo nga zyrtarët e vetë vendosjes. Nuk kemi një po. Fillimisht duhet me qenë një po për gazin. Pse nuk është jo definitive, është... Dëgja, këtu nuk ka po, ose duhet me thonë po, ose jo. Ska përgjigje në fakt. Duhet me pas përgjigje për këtë temë. Unë të thash, sikur mos ta ka një frikë, se me të vërtet kupa qytetarëve është mbushur, edhe me të vërtet është akumulu pakënaqësia qytetarëve në Republikën e Kosovës. I kemi lodhë qytetarë që 3 parë zgjedhje, me fajin e një individi. Nuk është fajin ndoshta as i lëvizjes vetë vendosje, është fajin i Albin Kurtit me 3-4 vetë aty. Nuk ka Kosova komoditet me shku çdo 3 muaj, çdo 6 muaj zgjedhje. Ai nuk po don me qeverisë. Ai po ik prej diçkajt. Ai po mshefet prej diçkajt. Ai e din pse nuk po don me pas institucione stabile. Ndoshta ne kemi informata që nga byroja vetëvendosjes ju ka thonë aty që ne duhet të shkojmë disa zgjedhje pas zgjedhje, deri në rrotë administrata Trump për arsye që ne kemi pranuar një marrëveshje që është e domshme për Kosovën, dhe qeverisja në këtë rast e autonomia substanciale për serbët e në veri të Republikës Kosovës. Është informat prej vetëvendosjes prej brenda. Që ka pranu në orë, marrëveshja orët. Do thotë Kjo është informat nga brenda vetëvendosjes. Është plani vetëvendosjes të shkojnë në një cikël të përsëritur të zgjedhjeve. Sekond edhe 3 deri në 4 parë zgjedhje mbas sotit për me pas edhe 3 deri në 4 parë zgjedhje ka plan vetëvendosja. Për me ik nga përgjësia, jo për me marrë përgjësin. Ti po del në foshat, po kërkon përgjësin nga qytetarët dhe pastaj ti nuk po je i aftë, nuk po je i zoti, mi dalë zot asaj vote. Qa po ndonë Kosovë, po thoni që e keni informacionin nga brenda partisë pushtet që është plan strategjik politik i vetëvendosjes. Është plan strategjik politik i vetëvendosjes. Dhe na presin edhe disa palë zgjedhje. Është plan, a mu e realizo planin? Unë mendoj që nuk mu e realizo planin. Se jam i bindur se dhe qytetarët ne e pomë sara numri i votuzve. Ne për shembull, nëse marrim numerikisht, humbësi më i madh i votave është televizja vetëvendosje. Edhe pse i ka fituar zgjedhjet. I ka humbur mbi 100.000 vota i ka humbur. Për 4 muaj ditë, pa u bë 6 muaj ditë tamam realisht ende pa u bë 6 muaj, rreth 5 muaj e një javë, ai i humbi mbi 100.000 vota. Humbem edhe ne vota. Rreth 105.000 ju afër 40.000. Diku 35.000 vota i kemi humbur. Do thotë, arsyeja është se qytetarët nuk kanë interes me njek agjendat e individëve. Qytetarët kanë interes me dhon votën, me ta jep kontratën që 4 vite të ardhshme ti m'ja vlerëtu jetën. Institucionet duhet më ndërtu për m'ja thjeshtësu jetën qytetarëve, m'ja vlerëtu jetën qytetarëve, m'ju shërby qytetarëve, m'i kriju infrastrukturë ligjore, infrastrukturë rrugore, mundësit paga, mundësit punësimit, mos me na ik rinia si cili e re në Kosovë, me pa mundësin, mu feju në Kosovë, mu martu në Kosovë, me kriju familje në Kosovë, e jo me ik nga Kosova. Fatkesisht edhe gjeneratat që sot jenë shkollë fillore, ëndrat e tyre i kanë me ik prej Kosove.